Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, do ndalemi edhe ditën e sotme tek ajo çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme, ku lufta për Hormuzin nuk është më tashmë një skenar teorik, por një realitet që po trondit ashtu si e dimë edhe tregjet globale, sigurinë ndërkombëtare dhe balancat e fuqisë. Pra deklaratat e forta që vijnë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump përballë edhe kundër përgjigjes së ashpër të gardës revolucionare të Iranit, po krijojnë tashmë një klim tensioni që ndoshta mund të shpërthejë në çdo moment. Dhe pikërisht për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime kam të ftuar ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare zotin Lutfi Bilali. Ju përshëndes Knesio. Krasjella nga ora ime. Zot Bilali, atëherë për të folur tashmë mbi atë çka po ndodh sigurisht në pikën kryesore, pra në ngushticën e Hormuzit, si e keni parë të gjitha deklaratat kërcënuese, le t'i quajmë, nga ana e Donald Trump, dhe a është duke u përdorur kriza e kësaj ngushtice si ndoshta një instrument për të manipuluar ndoshta çmimet globale të naftës në botë? Besoj që ka diçka në këtë drejtim. Shef, Trump më duket që historikisht dihet të krizat të cilat është ndeshur bota në të kaluarën, ka filantrop të cilët kanë përfituar dhe kanë arritur të përfitojnë miliarda. Duket në rast i tillë është edhe me George Sorosin, i cili ka shfrytzuar mirë këtë situatë, ma herët e kam fjalën. Dhe në këtë drejtim duket që rrugët çojnë ato dhe të gjitha faktet flasin që i tërë kapitali i tij apo i lidhjeve që ka me bizneset në Amerikë dhe korporatat e ndryshme, këtu janë edhe sferë Vitkop, kanë përfitime jashtëzakonisht të mëdha. Dhe lufta nuk zhvillohet çdo herë për të eliminuar kundërshtarin, po në aspektin ushtarak, por mendoj që është edhe në domenin e përfitimeve të paras dhe të kapitalit. Ajde shfrytëzim mos ta marrëm ndoshta që ekziston e vetmja kjo pikë, që ndoshta është edhe besoj që ma kryesorja, por Hormuzi paraqet një veçanti sa i përket specifikave, sepse është ndoshta jo vetëm për atë përqindjen që përbën furnizimin e botës 20%, apo dikon 7-18% me gaz, dhe ajo 20% me naftë, që tregu global furnizohet nga të gjitha polet e rruzullit, por është ndoshta edhe një pikë jashtëzakonisht interesante për të treguar aspektet e dominimit gjeostrategjik dhe gjeopolitik. Dhe në këtë drejtim mendoj që levi vetëm iranian është ose një lloj, në thojza ta them drejtën, armë bërthamore atomike që ka në dorë Irani, është ngushtica e Hormuzit, dhe këtë ka përdorur strategjikisht që nga goditjet që janë bërë me 28 shkurt, apo dhe gjatë gjithë 40 ditëve të luftimeve, si levin të vetëm për të treguar zotësinë dhe atë që ka në dorë. Dhe kjo tëra vjen deri te një blokadë që përbën ta quaj kështu bllokimi i blokadës. Nga se amerikanët janë spostuar, njerëz nuk e kuptojnë, nuk është marrë ngushtica e Hormuzit, por atje te deti arabik ka vënuar një kontroll, kanë qitë atje, thëmë drejten, një lloj ta quaj gardhi për të penguar lëvizjen e tankerëve. Strategjikisht është menduar kjo që mund të jetë efektive nga ana amerikanëve, por kjo mund të sjellë rreziqe të reja, sidomos në raportet me gigantin ekonomik dhe aziatik Kinën, e cila nga fjalët me duket të atij ministrit të mbrojtjes, Dong Jung, i cili ka treguar qartas që ne respektojmë marrëveshjet tregtare dhe ekonomike me Iranin. Dhe kjo është shenja që tankerët kinez mund të përcillen me flotën e tyre. Prandaj kemi hyrë në fazën e tillë që kemi një ndeshje endet ose një konflikt në nhije mes amerikanëve dhe kinezëve. Dhe kjo do shohim që në të ardhmen do jetë ndoshta pika
kyçe për të ardhmen e një gjeopolitike të re në botë. Zoti Bilali, nga ana tjetër, sa ndikim ka këtu Vladimir Putin, nga ana tjetër në të gjithë të përshkallëzim tashmë që po ndodh në lidhjen e mesme dhe a është duke përdorur Rusia krizën ndoshta për të rritur të ardhurat nga energjia? Ke drejt. Rusia është përfitues shumë i madh. Më duket kosto e përfitimeve të tyre apo transakcioneve ka lënë 100 milionë. Një përfitim jashtëzakonisht i madh. E dyta, largimi nga izolimi i Rusisë, ku rusët kanë mundësi që të furnizojnë. Ka qenë duket ajo një mujor që ka kaluar tash afati, por këto zgjatin afatin kur është të pyetje interesat, sepse kuptohet që ekonomitë e vendeve nafta do jetë ajo fuqia motorike e zhvillimit të industrisë dhe ekonomisë të secilit vend, edhe për periudha të ardhshme, qoftë edhe në industrinë e automobileve elektrik, prap nafta do të mbijetojë. Dhe kjo mendoj që për Putinin është një, mund të them, po një jashtëzakonisht benefit dhe bonus i levërdishëm, dhe fërkon duart ma që po ndodh me Iranin. Edhe pse rusët në informacionet e inteligjencës dhe sidomos aspektit të informacionit që ka të bëj me ta quajnë thojzanisht Starlinku, satelitu rus, informacionet shkojnë deri te inteligjenca iraniane, apo te garda në këtë rast, e cila kryesisht është e forca dominante në Iran që menaxhon dhe operon me potencialin më të fuqishëm ushtarak që kanë në disponim. Dhe kjo për rusët në një farë mënyre është ndoshta një kundërpërgjigje ndaj amerikanëve. Atë që me këtë bërë në Ukrainë, tash kam rastin ta kthej në Iran. Edhe pse mendoj që në raportet bilaterale apo të them të dy liderëve, Putin dhe Trump, ka një korrespondencë, do ta quaj një miqësi bukur të afërt, që në një farë mënyrë lën ndonjëherë dilema të shumta, edhe pse të dy këta liderë kanë konvergjenca në pikat e caktuara, besoj që në vizimin e të ardhmes së gjeopolitikës botërore, të dy figura kanë një rol shumë të rëndësishëm. Nuk e tham që është ndoshta ndonjë marrëveshje atill që ka ndodhur vitin e kaluar në Alaska, por për të arritur qëllimet dhe për të kontrolluar botën nevojiten dy edhe i treti ndonjëherë nuk është prish punë, por ndoshta dëmton ndonjëherë edhe më shumë punë. Se marrëveshja sy me sy ndërmjet të dy liderëve e koncepton dhe ruan atë klasifikimin e informacionit apo marrëveshjes më tepër se sa persona të tretë kanë fjalën çdo herë për Xi Jinpingun, i cili në një farë mënyrë mund të jetë rival i arshëm për bashkëbisedime dhe për të ardhmen e botës në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe kjo mendoj që do të përcaktoj shumë edhe nga takimi i paralajmëruar për maj mes dy liderëve kinez dhe amerikan. Por sidoqoftë, rusët përcjellen me vëmendje tërë këtë aktivitet. Zoti Bilali, nga ana tjetër, pas dështimit të bisedimeve në Islamabad, mendoni se do të kemi sërish një marrëveshje sa i përket këtij konflikti? Vështirë të thuhet, ka analiza mos them me qindra mira, të cilat shprehen deri diku një dozë të skepticizmit. Mendoj ndoshta në një farë mënyrë kemi atë aktivitetin e diplomacisë pakistaneze, sidomos dje me shkurjen e Asim Munirit në generalit që Trumpi ka dëshirë ta çujë me epitetin admiral në Iran, ku kërkon që Irani të parafroj rundin e dytë të bisedimeve, të cilat mendoj që janë të vështira, po ngadalë ndoshta do ketë ndonjë shenjë që mund të ketë një parafrim sa do të lehtë
Sepse nuk është shpritur që në takimin e parë të ketë sukses të bisedime, sepse 15 pikësh amerikanë dhe iranian kishin dallueshmëri shumë të madhe, për të cilat të dy palët ishin, ta quaj kështu, kokë fort, që nuk jekun dorë, edhe pse mendoj që ka qenë shokuese i tërë aktiviteti ushtarak amerikan që ka hasur në pengesa dhe informacioni para fillimit të goditjes të Iranit, më duket që ka qenë informacion i dështuar, i gabuar, apo qëllimisht i servuar të Trumpi. Dhe kjo mendoj që në të ardhmen do ketë probleme edhe në politikën amerikane. Edhe pse amerikanët janë servuar kohë gjatë ndikimit të lobit hebrej në Amerikë, e kam fjalën çdo herë për një krah ekstrem i cili ka të bëjë me sionizmin politik. Dhe kjo është ajo pengesa kyçe për të arritur një pas në lindjet e mesme. Do thotë çështjet të ideologjia apo koncepti i tillë i krijuar qysh me formimin e shtetit të Izraelit. Dhe kjo do sjell probleme për rundin e ardhshëm të bisedimeve. Ka informacione që çdo herë gjatë atij 21 orësh gjatë bisedimeve në